ka caktuar, ka qenë ditur nga ne që si jemi në politikë kemi ditur dhe unë besoj që nuk jemi ne më të mençur se sa dhe ata, por ka qenë një keq qeverisje e subjektit të tij politik. Pra njeriu që më shumë ti kam shtel lëvizjen e vendosjes ka vetëm një emër quhet Lumir Abdixhiku. Dhe ai njeri, domethënë, nuk duhej të shkonte kësaj. Ai duhej të bënte koalicion me partitë opozitare, duhej që t'u afronin, ishin 4 parti opozitare dhe me marrëveshje të shkoj. Qoftë se ai nuk dëshironte të thjesht ishte partia e tretë, nuk mund të merrte me 18.3% kryeministër, duhet të pranojnë. A nuk ishte një propozim i tillë qeveria në tranzicion që pati propozuar le të kërkojë? Jo, ajo dihej se nuk ndodhte ajo. Ai krijoi klauzul politike lëvizje vendose që thotë se s'po mundet pa PDK-n. Ai duhej hapur shkonte në një koalicion. Ose ishte varianti tjetër, domethënë ti nuk i ke votat Albin Kurti, un kam humbur, po bëjmë një qeveri me një, po shkondëm lëvizjen vendosje, me një kandidat që ishte apolitik, domethënë për një tranzicion.